Parashjevi Simaku ka rrëfyer së fundmi detaje për periudhën e jetës së saj kur jetonte në rrugët e New Yorkut, si e pastre dhe larg dritave të skenës. Gjatë një interviste me Blendi Fevziun, këngëtarja ka sqaruar të vërtetën pas fotove që disa muaj më parë tronditën rrjetin, ku ajo u shfaqe braktisur në rrugët e Amerikës. Simaku ka habitur me deklaratën teksa është shprehur se e kishte zgjedhur veta të mënyrë jetese teksa u shpreh: "Pse mos të rija jashtë? Isha jashtë sepse zgjodha të jem. Në atë kohë qindra amerikanë ishin jashtë si unë, kishin vende ku mund të shkonim, por unë zgjodha të isha jashtë. Ishte imja, e quaj një pjesë të mirë të jetës time absolutisht." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.